ja u pranoft dhe sakrificin e tyre t'ja u shndroj në mirësi për vete, familjen dhe shoqërinë shqiptare. Tani më thatë ju se ai ka nxjerrë Kuranin, është shumë e njohur, po të lexosh atje do të gjesh edhe këtë, që të them unë, se që të them këtë njërë pastaj më pyetje, se ndodh thot Kurani, që libri i shenjtë bie edhe në duar të djallit. Po kjo nuk do thot se djalli bëhet besimtar, as dhe se Kurani turprohet apo ndodh gjë me të. Kështu që ai të majtë çdo gjë, ai mbetet siç është një kriminal i vërtet, një bashkëpunëtor i disa bandave, një njeri i implikuar në shumë lloj krimesh. Zoti Berisha, kur jemi tek muaji i shenjtë i Ramazanit, kryebashkiaku i Tiranës i arrestuar zoti Erion Veliaj ka thonë që ka nisur duke agjëruar Ramazanin. Tauland Balla sapo recitoi vargje të Kuranit. Do me thonë, çfarë tregon kjo për socialistët, do të thonë që i janë rikthyer Allahu dhe janë penduar ndoshta apo gjithë ato që kanë bërë? Në qoftë se është e vërtet që është rikthyer agjërimit, edhe për atë them Zoti ja pranoft, por i them gjithashtu të gjitha vjedhjet e tij t'ja u kthej të varfërve, t'i dorëzoj, t'i japi atyre që u ka marrë në mënyrë që të pastroj shpirtin, po edhe agjerimi, sepse në doktrinë duhet ta dini një gjë, që në doktrinën e Islamit edhe një moment po të kujtohesh dhe t'i lutesh Zotit të pranoj, ai është mëshirëplot dhe të pranoj. Zoti Berisha, një pyetje që